Mirë se vini në botën e yjeve. AstroChart, bëni subscribe për më shumë video. Shenjat më hakmarrëse të horoskopit. Në vend të parë Akrepi. Akrepi është mjeshtër i hakmarrjes së fshehtë. Nuk e shpreh zemërimin menjëherë, por e ruan brenda, e ushqen dhe e planifikon. Kur ta vendos në mendje hakun, nuk do e shohësh më të vi derisa të ndodhë. Akrepi nuk hakmerret me fjalë, por me veprime që të lëndojnë emocionalisht. Kur përfshihet në një marrëdhënie të jep gjithçka, por nëse e tradhton do të ndëshkojë me durim dhe inteligjencë. Në vend të dytë Briciapi. Briciapi hakmerret duke bërë që ti ta ndjesh dhimbjen pa zhurmë. Ai nuk bërtet, nuk shan, thjesht largohet, të fshin nga jeta dhe lë gjurmë që të ndihen për muaj ose vite. Briciapi është strateg i natyrshëm. Hakmarrja nuk është impuls, por plan i hollësishëm. Kur ta sheh të qetë dhe të buzëqeshur, mos gabo. Brenda ti po gatuhet mënyra më e fortë për të kthyer çdo gjë mbrapsht. Në vend të tretë Luani. Luani është zjarr që djeg dhe kur lëndohet do të tregojë fuqinë e tij. Nuk është i fshehtë, por mënyra se si hakmerret është dramatike dhe e dukshme. Do të tregojë se ka kontroll mbi situatën, se nuk e ndan dot lehtë besimin e dhënë. Hakmarrja e Luanit mund të jetë publike ose të ndiejë çdo skenë që e sheh si padrejtësi. Kur zhgënjehet, merr gjithçka që mendon se i takon dhe shkëlqen duke të bërë që ti të ndihesh shumë keq. Në vend të katërt Gaforia. Gaforia hakmerret në heshtje me dhimbje të thellë. Ajo mund të qajë sot dhe të presë nesër ty për të kthyer çdo hak. Nuk është agresiv, por kujdes, sepse janë një ndër shenjat më manipuluese që ekzistojnë. Kur lëndohet, nuk e harron kurrë. Çdo gabim mbetet në listën e saj. Hakmarrja e Gaforës është e ftohtë, e butë dhe shumë efektive. Aq shumë sa ti nuk e sheh derisa është tepër vonë.